praktikisht sot kush bën më shumë karagjozin i bie më shumë në sy liderit. Është si dikur që kur mërzitej mbreti, gjëja e parë që thriste ishte gastori i oborrit, që ta sillte në qef, ti hiqte mërzin, ti hiqte mendjen nga ato problemet e veta. Ose është si puna e asaj tjetrës që në një mbretëri, edhe në tavernën më të fundit edhe më të largët nga oborri mbretëror, nëse dikush ofendonte mbretin, dilte dikush tjetër për t'i mbrojtur nderin mbretit, që më pas të merrte kredite dhe të shkonin t'i çonin fjalë mbretit që shiko se ai preu dorën për ty dhe la kokën për ty. Pra, ose në një tjetër, le të themi, metaforë që përdor historiani Pukëvil kur flet për Ali Pashën. Kalon thot Ali Pasha një ditë edhe një nga fshatarët ngjitet mbi çati, thot unë vdes për ty o Pasha. Edhe i thot po hidhu. Hidhet ai thyen këmbën dhe Pasha i hedh ca para, ca Napoleona, si më thën, për respekt që e bëre gjestin deri në fund. Edhe këta janë të gatshëm t'i shkojnë deri në fund, thyen këmbën, thyen dhe qafën për hir të Tiranit në sy liderit partisë, që ai t'i bëj ose deputet sot, ose edhe po s'u bën deputet sot do t'i bëj drejtor nesër, kur të ketë prap pushtetin. Pra këtu jemi, niveli i mediokratetit, i banalitetit është i tillë që nuk ka vend më edhe për ata që mund konsiderohen intelektual për të futur e për të garuar me këta të tjerët. Se kjo është një pyetje që bëhet me moral të natyrshëm, që ore, ku janë njerëzit e aftë në këtë vend? Pse nuk marrin ata iniciativë? Pse nuk marrin kurajo? Po si mund të përballesh me këtë njerëz që gjithë ditën ka një telefon dorë dhe bërtet rrugëve rroft liderim?